kaq të mëdha. Dhe prandaj këto para që janë në qarkullim, unë dhe kur ishte nisma e qeverisë për të bërë amnistim fiskale, unë mendoj që Shqipëria duhet ta ketë një vit zero. Sepse duhen futur këto para. Çdo vend i botës e ka patur. Jo, ne duhet vendosim këto para do t'i marrim vrasin me pagesë apo do t'i futur sistem ku drejt një taksë. Unë kam qenë migrant vet. Nuk kam marrë me bordero në një rrogën ose pagesën në Greqi apo në Itali. S'jam paguar kur. Po u ndalua Shqipëria ta bëj këtë gjë. Tjetra, ne nuk kemi paguar kur kështu. Së dyti, deri në 97-ën. Pse lulzuan piramidat? Se s'kishim banka. Ne nuk kishim sistem bankar. Pra, Shqipëria duhet ta ketë një vit zero. Për kriteret, hajde t'i përzgjedhim që të mos përfitojnë të gjitha. Por ne duhet kemi një vit zero. Sepse ne nuk e ndalojmë dot. Praktikisht, institucionet tona, edhe për shkak të pamundësisë, edhe për shkak të qenit problematike që ka pasur Shqipëria, kanë dështuar ta bëjnë këtë gjë. Ne nuk e ndalojmë dot. Këto 12 miliard, kjo është dhënë zyrtare, sepse janë të detyruar ta deklarojnë Bankën Qendrore. Pra 12 miliard euro të këmbyrë në pikat e këmbimit valutor. Ku shkojnë? Ai 3 milionshi që është gjetur atje në një fuçi plastike është thjesht kusur. Para xhepe. Është kusur që e mbajnë për gjëra të shpejta. Pra dhe ata e kanë këtë problem. Sot grupet e reja, jo këto që se do të vim të sqarojmë pak a shumë operacionin e fundit të revanshit të Spakut, grupet e reja shqiptare që ne sinjojnë fare, pra gjenerata e re, e cila është gjenerata që po rritet dhe do zvendçoj këtë gjeneratën që po ikën, paguam me Bitcoin. Dhe ka kohë që paguam me Bitcoin. Pra, kupton ku kemi ata, ndërkohë ne duam të luftojmë këta me polici paguajmë me 500.000 lekë. Me polici paguajmë me 500.000 lekë. Të veshur keq, prap ka një problem tani, ka kërkuar Ministri i Brendshëm dhe Ministri e Financave, jo, vetëm policisë nuk e kalojnë. I lën ashtu, në ke parë. Ai leku që mbajnë policët tani në verë, është plastika më e keqe e mundshme, ai nxez policia ai që më dha. Dhe nuk e ndërron njeri, më nuk bën, është komplet i nxjerr jashtë, është jo funksional. Dhe nuk e ndërron njeri. Pra, nëse ti do t'i nxjerrësh ata që duhet luftojnë këtë lloj niveli kriminalitetit me pushk druri, ti mund të fitosh në një betejë, si zëm gjumë, por luftën e ke shumë të vështirë, nëse që e ke të pamundur ta fitosh. Ndërkohë, grupet që tani ti po thua që pra grupet që aktualisht janë në shënjestër të operacionit të Spakut, i cili shumë kënde habiti, duhet ta pranojmë. Për ty mbase nuk është e habitshme se ti punon me këtë gjë, je në dieni, por njerëzit u habiten që kaq shumë njerëz befas të jenë në qendër të një sulmi, një pjesë janë jashtë, një pjesë kanë ikur, një pjesë janë kapur, po vinë, një nga një po kapen. Kam përshtypjen. Që prej momentit të formimit të Spakut, Spaku kishte dy detyra. Dhe organizimi i Spakut është në këtë formë. Spaku ka dy nëndarje, pra prokuroria speciale ka dy nëndarje. Njëra është kundër krimit organizuar dhe tjetra është kundër korrupsionit. Pra, gjysmë e Spakut do merret me korrupsionin dhe elitën politike dhe qeverisë të këtyre 30 ca viteve, dhe gjysma tjetër e Spakut do merret me këtë elitën tjetër. Pra, praktikisht sot Spaku po mundohet të bëjë atë që ne nuk kemi, shoqëria jonë nuk e ka bërë dot me mjete demokratike. Pra Spaku po e bën me dhunë, në një pjesë të rasteve edhe duke shkelur liritë dhe të drejtat. Edhe duke shkelur, ka shkelje plot aty, por ne duhet zgjedhim të vazhdojmë? Ta bëjmë të gjë, apo të vazhdojmë ngelim injërisë. Dhe çfarë po bën realisht Spaku? Spaku po mundohet të nxjerrë jashtë sistemit drejtuesit politik të vendit që e kanë sjellë vendin në këtë drejtë. Sa ka dalë? Është duke bërë, nuk është e lehtë, po është duke bërë. Pra sot kemi, kush e ka menduar, kur kanë bërë debatin e famshëm me Berishën dhe i thosha do shkosh si Pinocheti. Ti e besoje vërtet kur e thosha? Po sigurisht unë e besoja që do shkonin. Se ti dukesh atëre i zëmruar, domethënë për atë që thosha, po jo me besim që ajo mund të. Njeriu që kishte ndërtuar 30 vjet të vend, 30 vjet, unë kam qenë gjimnazist dhe kam nisur me ta bëjmë Shqipërinë si Europa dhe operacionet fshesa në Greqi kur na kapnin policët grek në kohën e Mitsotakisit, babait, jo të Qiriakos, por në kohën e Konstantinit. Jo soja. Kur na kapnin, na thoshin, shkoni të mbaj Berisha me bukë. Pra unë e kam vojt kurris atë gjë.
Dhe më mbrapa, unë jam rritur si them me Berishën përpara, komunizmin jam shumë pak, unë jam Berishën. Dhe njeriu që ka patur në dorë, çfarë bënte me këtë? Ka patur mbështetjen e ndërkombëtarëve. Njeriu që amerikanët kanë investuar më shumë në Shqipëri është Sali Berisha, askush tjetër. Nishi. E kanë ndihmuar të vinë pushtet, e kanë ndihmuar të rritet politikisht, e kanë ndihmuar të rikthehet prapë në pushtet, ja kanë dhënë dorën derisa janë lodhur. Dhe në fund ata e panë që investimi i tyre kishte skaduar, se ka afat skadence si çdo produkt, dhe ky nuk del më, se ai donte të rritet te marketi. Jo, ti s'do rish më te marketi se ke skaduar. Dhe mënyra për ta nxjerr nga loja, cila ishte? Gjet Spaku. Ne prandaj u bë, prandaj ndodhi ky gjë Spaku. Dhe ku është sot Berisha? Është në Papafingo. Dhe është për një krim apo për një vepër penale shumë më të lehtë nga ato që duhet ishte. Unë kur i thoshe Berisha ashtu kisha parasysh 20 janarin. I vrau njësën bulevard me duar në xhepa. Bulevard. Dhe doli i mbrojti vrasit dhe pastaj prishi provat, sulmoi gjithë të tjerët dhe është një ngjarje s'ka nevojë fare për hetim, është e qepur. Iku. E para, e dyta, unë kisha parasysh të rrëmbimin, torturimin, zhdukjen e kufomës së Remzi Hoxhës. Krime të përbindshme. Është dëshmori Aderdha, ka rrugë në Ferizaj, në Kaçanik, në Shkup, në Prishtinë, u vu dhe rrugës Tiranë. Pra është dëshmori i kombit, burri huaj. Ky vend nuk i ka dhënë nuk fëmijëve të tij Remziu i vogël, nipi i tij, djali i djalit. Pra Remziu ti po shkon në gjimnaz kur kam qenë në Shkup që u vu emri i rrugës në qendër të Shkupit, Remziu i vogël me flamurin e Shqipërisë. Çfarë ti thoshe? Çfarë mund ti thoshe? Dhe ky njeri nuk është për asgjë nga këto. Është për një gjë duket, domethënë, miklimi më i madh që mund të bëhet Berishës ta çosh për atë që e kanë çuar. Por kur shikon se çfarë po ndodh dhe çka ka ndodhur, atëherë sukses, sepse në fundit, si çka ka ndodhur sot. Berishën ta çosh mbur ka dhe moshën që se ka ligjin. Dhe ishte Papafingo, tjetër. Ne shohim kush ka qenë njeriu tjetër mbas Berishës, që ka qenë dhe president dhe kryeminist. Madje njeriu që ka provuar të gjitha pozicionet më të lartë që ka herë ke këtë vend, është Shili Meta. Keni parë hip më i pemës, më i shtyllës, më i shpobon të gjitha mënyrat si që ti shpëtojë asaj gjë. Ai sa ka krijuar ide njerëzve që i ka shpëtuar. Është tjetër gjë ideja, po unë me qenë se jam i brendshëm disa çështje që janë atje, domethënë kam qenë dhe në rol, kam dozuar provat. Kështu që nuk më takon ti nxjerr ato se ato janë hetime, por ne nuk e kemi menduar kurrë që pikërisht këta njerëz do të ishin në këtë situatë. Kur nuk e kemi menduar. Dhe pastaj marrim radh, kush e ka menduar që zëvendës kryeministri i Shqipërisë do merrta rroti? Kush e ka menduar që do bëj krejt normale, dhe është krejt normale për mua, që zyrtarët e lartë të shtetit, politikanë e rëndësishëm, deputetët, kryetarët e bashkive, do vënë të japin llogari siç vëmë gjithë ne qytetarët. Sa herë mua dhe kur më thret prokuroria e Përmetit vetë. Hipi makinës, prishet puna, s'do di, ai thotë po se erdhën filandat, në filanor, do të shoqërojmë forcërisht. Do shkoj si çdo njeri, pse mos shkonin këta? Ata ishin pa prekshëm. Ai fusej telefon prokurorit, fshihej dosje. Pra kjo është një goxha evolim. A është